Kur forcat pushtuese serbe u larguan të mposhtura nga Kosova në qershorin e vitit 1999, ato me vete morën edhe dinarin si valutë me të cilën tregtohej deri atëherë. Në fillim të shtatorit të atij viti, Kombet e Bashkuara vendosën që në Kosovë marka gjermane të shërbej si valutë kryesore për ta zëvendësuar dinarin jugoslav. Valuta tjera konvertibile ishin edhe dollari amerikan e franku zviceran. Hyrja e markës në fuqi ishte edhe një farë vendimi politik, si një prej hapave të parë të pavarësimit nga Serbia. Momentin që ka marrë unë miku vendim që dinari të mos përdoret, po të përdoret marka, fillimisht ende se kemi dalë në euro, ai ka qenë hapi i parë i sovranitetit të Kosovës. Atëherë është bëu sovraniteti, do të thonë hapi i parë drejt krijimit të shtetit të Kosovës ka qenë kur unë miku ka marrë vendim me përjashtu dinarin si valutë zyrtare. Por jo shumë kohë që aty, kosovarët po përgatiteshin ta përdornin valutën zyrtare të Bashkimit Evropian. Në fund të vitit 2001, nën masa të rrepta sigurie, në Prishtinë po arrinin dërgesat e para fizike me para. Nga janari i vitit 2002, Kosova u bë vendi i parë jashtë BE-s që do ta kishte euron për valutë zyrtare. Ajo do të shërbente si mjeti i vetëm për këmbim. Edhe pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt 2008, euro mbeti valuta zyrtare e Republikës së Kosovës. Por krahas saj, ishte një valutë tjetër që përdorej nëpër komunat me shumicë serbe. Dinari.